Dëshira e Allahut subhanahu wa taala, apo në gjuhën arabe i thojnë el irade, është dy lloje. Dëshira e Allahut subhanahu wa taala është dy lloje. Lloji i parë është dëshira e Allahut subhanahu wa taala el irade el kaunije, el kaderije. Dëshira e Allahut subhanahu wa taala kosmologjike. Dëshira e Allahut subhanahu wa taala kosmologjike. Dhe kjo është se Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar që çdo gjë që të ndodh dhe e ka lejuar këtë. Pra çdo gjë që ka ndodh dhe do të ndodh, Allah subhanahu wa taala e ka lejuar dhe ka dëshiruar që ndodh, sepse pa lejen e tij dhe pa dëshirën e tij nuk do të kishte mundësi të ndodh. Kjo është dëshira e përgjithshme kosmologjike, mirë po nuk do të thotë se çdo gjë që ndodh Allah subhanahu wa taala e don. Pra, kjo do të thotë se Allahu e lejon që të ndodh. Dhe ndodh me dëshirën e tij, mirë po nuk do të thotë se e don. Dhe këtu futen veprat e mira dhe veprat e këqija. Çdo gjë që ndodh këtë botë, qoftë e mirë ose e keqe, Allahu subhanahu wa taala e ka lejuar dhe ka dëshiruar që ndodh, mirë po nuk e don atë vepër. Me veprën e keqe nuk është i kënaqur subhanahu wa taala. Mirë po ai ka krijuar krijesa që kanë liri të zgjedhjes, dhe si të tilla ato krijesa e zgjedhin ndonjëherë të keqen. Allahu subhanahu wa taala e lejon që kjo të ndodh, mirë po nuk është i kënaqur me atë. Dhe ai që e zgjedh keqen, ai e merr në përgjegjësi dhe e dënon për këtë keqe. Kjo është pra lloji i parë i dëshirës, dëshira e përgjithshme kosmologjike, çdo gjë që ndodh. Lloji i dytë i dëshirës është dëshira sheriatike, dëshira legjislative, dëshira fetare, ajo që Allahu e ka zbritur nëpërmjet pejgamberëve. Dhe këto janë veprat e mira, dhe kjo dëshirë vjen në kuptimin e asaj se Allahu i don këto vepra. Këto janë veprat e mira, Allahu subhanahu wa taala i don këto, i don si vepra dhe i shpërblen. Andaj duhet të kemi parasysh se jo çdo vepër që ndodh me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala është për atyre që i don Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk do të thotë se nëse Allahu e ka lejuar që të ndodh e keqja në këtë botë, se Allahu është i kënaqur me këtë. Jo, Allahu e ka lejuar, e ka caktuar se do të ndodh. Mirë po Allahu nuk është i kënaqur me të keqen.